tim dhe në ato që jam shprehur her pas here, ne kemi një kapitullim, jo shturje, po kapitullim të Ministrisë Bujqësisë në tërësinë e saj, sepse nëse ne flasim sot për sigurinë ushqimore, ka një shkak pasojë, pra ka një origjinë çdo gjë në cilën vijnë në mënyrë graduale deri në pikën kritike ku jemi sot që skandali mbulon skandalin. Dhe kjo në fakt është e frikshme. Edhe rasti i drejtorit të Tiranës, i cili e kishte dhënë dorëheqje në kohë me diell, po që ministri e mbante për një ditë letrën, po për një ditë me shi. Pra, e thënë ndryshe, dhe vetë ministri është ndërgjegjshme që situata i ka rrëshqit në duart, që nuk e ka mbledhur në kohën e dur dhe nuk ka bërë lëvizjet e duhura, përkundrazi e ka vënë poshtë tashmë kjo situatë e cila në fakt në fund ditës pasojat e rënda i vuajmë ne. I vuajmë fëmijët tanë, i vuajmë konsumatori. Tash Anila si kolege e Belindës, nëse njëra lan makinë me 10.000 euro dhe Anila besoj vetë ushqet, vetëm prima kualita. Për të mbledhur pak te pjesa teknike dhe politike mund ta vazhdoni ju. Në fakt rastet janë bërë aq shpeshta sa në fakt ne gjendemi në një lloj terrorizmi ushqimor sot. Pra, terrorizëm ushqimor. Konsumatori shqiptar, shiko, unë ditë të them me bindje të plot që siguria ushqimore në nivel botror konsiderohet çështje e sigurisë kombëtare. Çështje e sigurisë kombëtare. Kemi edhe rastin e Izraelit me Palestinën që me ata biperat e vegjël, e kupton arritën të vrisin neutralizonin gjithë palestinezë. Imagjino tani larg qoftë një nga vendet armike kundra Shqipërisë të dojë të fusin substancë në një produkt ushqimor, çfarë ndodh pastaj me gjithë popullatën shqiptare. Ndërkohë që ne jetojmë nga importi. Kemi konsumuar mbi 3500 kg filet o pule, që mund të ushqesh mbi, po themi, me 300 gram dozë, mbi 1000 njerëz me 10 fëmijë, që do të thotë që ne kemi qenë në mëshirë të fatit gjatë gjithë kësaj kohë. Mos harrojmë që kemi skandalin e manderinave, të cilat ne i konsumuam, kemi skandalin e filet o pulës që ne i konsumuam, skandalin e fare që kur arritja ku jam përfundim ishin konsumuar dhe lule shtrydhet. Pra e thënë ndryshe specat që ne sot e kësaj dite që janë kapur në 12 mars në Kroaci nga Ministria e Bujqësisë nuk kemi një komunikat qoftë edhe për të qetësuar konsumatorët, që ore a u groposën në Kroaci, a u kthyen u bë procedura në Shqipëri. Pra, nuk përjashtohet mundësia që ne të gjitha këto produkte ti kemi konsumuar, dhe nuk përjashtohet mundësia nëse ne shohim dhënat e statit që kanceri po kthehet në një lloj viroze në Shqipëri. Pra, smuresh me kancer në Shqipëri ka kaluar në normalitet tashmë, e kryesisht ato të aparatit tretës e kështu me radhë. Pra, e thënë ndryshe, Ministria në gjykimit tim ka kapitulluar për të dhënë edhe për mbushur ligjin edhe për të dhënë garanci për konsumatorët. Pra, nuk po flasim për një skandal të veçuar, po flasim për një seri skandalesh të cilat normalisht mënyrë të vepruar e kjo. Ministria e Bujqësisë në vitet e fundit për një të vërtetës ka treguar që ka pasi qasje ndryshe, pra nuk ka pas prioritet mbrojtjen e shëndetit popullatës, atë çka e ngarkon ligji. Po ka pas prioritet hera herës mbrojtjet interesave të caktuara edhe të biznesit. Edhe të bëhet ca lek, kemi parasysh që jemi vetmi vend kufitar me Europën që na janë ndjekur fondet e IPART-it. Për të sjellë në vëmendje, për të kaluar edhe te pjesa e subvencionimit, për të sjellë në vëmendje pse them që nuk i intereson shëndeti konsumatorit, po interesat të caktuara të biznesit. Ne kemi rastin e 2020-s ku ish ministri i Bujqësisë zoti Çuçi ndërroi urdhrin e 2017-s dhe i dha mundësinë të gjithë tani operatorëve të biznesit që ta hedhin produktin në treg, pastaj me kismet, po doli analiza keqe mbledhin prap. Po ashtu, pra, një ligj, po them unë që ka influencuar bota e biznesit në këtë urdhër ministri. Po ashtu kemi deklaratën e ministrës parlamentit, cila tha do heq taksën 10% për importuesit e mishin nga Brazili. Pra, thua ti se kjo ishte ministri e Bujqësisë së Brazilit, pra do lehtësonte fermerët e Brazilit të eksportonin dhe të rrisnin shitjet e tyre, ndërkohë që është ministre për fermerët dhe blegtorët në Shqipëri. Në cilësinë e presidentit të urdhrit mjekut veterinar kemi pas një debat vjet në periudhën mbas prillit, maj, qershori dhe me radhë, ku në parlament shkoi një ligj nga prodhuesit vendor të barnave në të cilët influenconin importin e barnave nga vendet e treta. Pra, e thënë ndryshe, edhe ato për në shumë raste busin, barna veterinare? Për anën veterinare. Fatmirësisht ne kemi bërë një punë shumë mrekullueshme edhe me deputetët e opozitës. Po kemi gjetur edhe brenda socialistëve disa kokra të cilat që janë njerëz akoma, që kanë menduar për shëndetin e tyre dhe fëmijën e tyre, që ne e hoqim këtë si li, sepse Shqipëria
sot do ishte pushtuar nga produkte nga India, nga Kina, flas medikamente veterinare për shëndetin e kafshëve, të cilat drejt drejti pastaj kanë ndikimin në shëndetin ton. Sigurisht, sepse kanë mbetje më të gjatë, kanë efekt pa njohur dhe kështu me radhë. Pra, e thënë ndryshe, kjo ministri her pas here në të shumtat e rasteve është kthyer në shërbim të operatorëve të biznesit apo i grushti njerëzit të cilët kanë vetëm një qëllim, të fitojnë para. Dhe prandaj them e ka humbur misionin e saj dhe ka kapitulluar për te gjithave. Për të kthyer dhe pjesa e subvencionime. Ju e përmendët pak. Absolutisht janë shumë të rëndësishme. Që është zhdukur ministre e bujqësisë. Një ministre zhdukur. Janë shumë e rëndësishme dhe në fakt fati i keq është unë të jemi sinqert. Unë kam besuar që 2025 duke qenë se drejtuese e qarkut Fier ka qenë zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, kam pritur që zëvendës kryeministrja, duke qenë se u bë mbi një vit që qarkullon në qarkun Fier, që është hambari i Myzeqes dhe ka numri më të madh prodhuesve të serës, të mbashtimit gjedhit, të lule shtrydhes e kështu me radhë, të votave po pse, për partisë të kuptonte rëndësinë që ky komunitet ose ky motor, po themi, i Shqipërisë ka nevojë për një mbështetje reale. Por si duket edhe këtë radhë nuk ishte e thënë. Te ka filluar të gatuajë mirë. Subvencionimet për bujqësinë dhe blegtorin nga buxheti i shtetit vazhdojnë të jenë mirane. Vazhdojnë po një skem që ka qenë ndër vite, vazhdojnë